the fuck? Përshëndetje. Yjet tuaj të preferuar janë sot në premierën e filmit ADN. Në premierën e filmit të dy superstarave, Rike Roçi dhe Eriola Doçi, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Meriton Mjekiçit. Por përveç Meritonit kemi Romir Zallën, Julian Deda, Rudina Dembaca dhe ka shumë i mirë aktorësh dhe atmosfera këtu është fantastike. Edhe neve, po Jemi gati të hedhim thumbin dhe spetin ton të gjithë të ftuar. Në çdo ADN të mundshme. Shkojmë! Jemi këtu me zonjën Meri, më lejo të themi, e bërë shumë e bukur sot. Një diva e vërtet. Faleminderit. Tani, çfarë pret nga Rikja dhe Eriola sot në filmin ADN? Pret që të shkëlqejnë si aktore? Ato kanë shkëlqyer gjithmonë, sepse unë i kam pas pikesha dhe brenda në Big Brother. Po ca thon yjet. Ca thon yjet. A janë në favorin e tyre sot? Rikja është peshore dhe është në momentin më të bukur, jemi në muajin e peshores. Të paktën e shikoj që i ndriçon ylli më shumë. Eriolës nuk e di çfarë shenjë është, për ka kaluar pa e mbajt mend. Si të ka kaluar Eriola je? Ty vetë kur do të shohim në ndonjë film si një superstar i filmit? Mua më kanë bërë një 3 propozime. Njërë më ka bërë Triloni para një viti, po me sa duket më vodhë në roli. Të vodhë në roli? Kush të ka vjedhë rolin? Nuk e di, njëra nga Vlora më duket. Dhe unë jam nga Vlora, po më vodhë në roli. Erën e dytë më ka bërë prap një producente shumë e njohur shqiptare, po ishte roli Tezes dhe unë tash lere fare. Si e një Teze. O rol kryesor si gjë? Jo, nuk mund të dilja për herë të parë në një film në rolin e Tezes, o mbasha mund si Teze. Po çfarë roli mendon se të shkon më së miri jashtë figurës tënde? Jo, unë kam një figurë një çik të veçantë si tip, dhe s'para e kuptoj dhe vetë. Por roli një njeriu që i dashuron shumë kafshët, dashuron shumë njerëzit në kuptimin e mirë, një mësuese, një shoqe e mirë, po pse dhe jo një e dashur. Edhe një. Do Meri, për cilën shumë do pranoje ti t'ishe pjesë të një filmi? Tha e ke minimale. Jo, unë do t'a bëja dhe palek si për herë të parë, si puna e drogës që t'a japim njerë palek. Po e japim kështu palek se pis për i shok. Nuk e dini ju që për herë të parë t'a japim falas, pastaj të bëhet ves. Të bëhet, Dhe kur bëhet ves, edhe unë thash, për herë të parë falas, pastaj sa t'u bëhet ves, dhe pastaj nuk i di. Shumë faleminderit, je unike, një diva e vërtet. Je shumë e mirë, faleminderit. Laer, cila nga vajzat mendon që bën më mirë për aktore, Rikja apo Eriola? Po të përgjigjem pasi të shoh filmin. Po kështu me instiktin tënd për aktori. Po mendoj që Rike Roçi më duket më ekspresive. Po pse Rike Roçi? Po pse jo? Po pse jo? Po pse jo? Tani ti e gjykon këtë edhe pak si opinionist? Po, e gjykoj si aktor. Si aktor. Në 30 vjetët e fundit. Jo 30 ditë e fundit. Sipas teje si është zhvilluar kinematografia në Shqipëri? Për më mirë apo për më keq, sepse kemi pasur shumë prodhime të reja në kinematografi. Shiko, unë edhe pse vi nga, domethënë ajo le ta quajmë kinematografia më e rept, me rregulla më të repta, për mua është një gjë shumë e mirë që për shembull Rikja sot, Triloni ka premierën nesër dhe shumë çuna të rinj, domethënë është një brez tjetër, i cili nuk e ka atë si thua dhunën akademike që të bësh regjisor duhet mbarosh një shkollë në New York, apo ku diun dikur në kohë të komunizmit në Prag, apo në Moskë. Edhe pastaj vjen këtu, komiteti t'jep lejen. Jo, shqyqyr zoti s'ka më komitete, dhe këto iniciativa janë shumë mira sepse kinematografia shqiptare ka nevojë për domethënë qoftë edhe për goca të bukura ka nevojë. Kinematografia shqiptare do zoti të mos jetë, shikoj, di çfarë uroj që mos jetë një vegim i shkurtër, domethënë bëm dhe ne një film. Jo, do zoti e vazhdojmë. Unë do doja shumë ta vazhdonin. Pastaj Hollywoodi e një këtë praktik, ke Cameron Diaz që është marrë nga modelingu, dhe shumë të tjera. Ka shumë zbulime që janë bërë. Lert, është më e vështirë të vendosësh një shfaqje në skenë apo të krijosh një film të gjithë?
po janë dy zhanre të ndryshme. Filmi është një sipërmarrje shumë e madhe, sepse mund të kesh të bësh domethënë diku me 300-400 veta, në teatr ke të bësh me 15-20, mund të jenë dhe 30, dakord. Po janë dy zhanre të ndryshme, kështu që nuk mund t'i krahasosh. Por nuk diskutohet që për nga buxheti është minimumi një 10 fish më tepër është filmi si buxhet që duhet për të realizuar një prodhim kinematografik. Laert, këtë sezon të kemi parë opinionisht në përputhen. Po. Pyetja ime është si e kam Katerinën. Si është bërë personazhi më viral i momentit. Pa unë mund të përgjigjem për Stelinën, për Inën, për Katerinën pse jo? Katerinën, mund përgjigjem për këdo. Katerina është shumë mirë, do më thënë duket që publiku e do. Pëlqen atë mënyrën komike që ajo trajton shumë situata, sepse në fundit vetëm nëpërmjet humorit mund të tejkalojmë çdo gjë. Pra ti po thua që ato deklarata që dua shumë seks, se duhet ta ketë trash, janë gjitha në kuadrin e humorit, nuk i do vërtet? Unë në vetë të parë nuk mund të flas sepse nuk është se e kam faktuar këtë gjë, përderisa e thot ashtu do jetë. Është ashtu e ndjen. Po bashkëpunimi me Megin dhe me Aulonën si është? Perl. Aulonën e njoh prej vitesh, Megin e njoh tani. Megi më ka befasuar sepse shiko, e di shpeshherë ti paragjykon nga ekrani, por Megi më ka befasuar gjatë xhirimeve se si shumë situatave u ka dalë për zot me një artikulim të kompletuar. Po ajo komshia e katit sipër, si të duket te Gota dhe Gra, Rozana Radi. Keni pirë më kafe, keni pirë. Dgjoj, tash Rozin e kam këtu, kështu që Rozi e zemër gjithmonë. Po. Nuk diskutohet. Laert, ty do të shohim në ndonjë film, në një projekt të ashëm për post përputhe. S'di ka gjë. Nesër, Një film të ri. Nesër, Millennium, është premiera e Golden Brothers 2 me Driloni. E ke nesër. Do vi me xhaket tjetër që mos gatrojnë montazhin. Në vërtet, shumë faleminderit. Shumë sukses. Shumë festi. Jemi këtu me Meritonin në premierën e filmit ADN. Si pret që do e presi publiku Meriton këtë film? Me tregu drejtën, unë sa e kuptova që këtë biletat ishin shit pa dalë premierë. Super! Në të dy salat, të ardhë në brenda, më tregoj Riga dhe Meriton, janë shit biletat komplet. Po mendoj që do dalë mirë, e po shpresoj që ka me pas sukses. Për vetën nuk shuna si një aktor i mirë, po ku marr komplimente prej montazherit. Si ishte eksperienca në film? Si e ndjeve veten? Në fakt unë isha në hezitim të pranoja apo jo të dilja në film. Pse? Pastaj po koha, puna, sepse edhe jam duke u marrë me punë të tjera. A të ndoj shuma që të ofroj Rikja për filmin, apo Po ta në qas ishte shumë e mirë? Para, se ne shqiptarët për lekun e kemi. Jo, une po ta dha dhe lajmin, s'ku marrë asnjë lloj. Asnjë lek? Që marrë 0 lek? 0 lek? Ta thash une, më ka thirrë shoku im Nazi, edhe Rika unë e kam mirësi. E ke bërë për nder, domethënë. Për me që shoke e rëndësishme që le të fitojnë gocat. E rëndësishme. Jo ka rëndësi. Tani, eksperienca me Eriolën, se në Big Brother keni pas debate, keni një video virale ku Eriola ato qohet dhe të ullërë. Kush? O ku do me dojtë të se se ki punën të Big Brother. Si ishte? Jo, si ishte eksperienca, jeni zënë. Jo, gjatë filmit cilin e kemi gjiru, unë e kum kalu shumë mirë, edhe kemi pas relata shumë të mira, edhe unë si meriton edhe me dyja, edhe me Riken, edhe me Eriolën, edhe me kej stafin që du me i përshëndet Lindarin, e grupin e Papa Dimitrit, e të gjithë, dhe s'kemi pas probleme. Një moment ka qenë që unë e kum lanë në gjysmë gjirimin, për arsye se u dasht me lëviz ashtu diçka dhe pak i mori qikat me stres momenti, po ishte diçka cilën s'ishte kur gjë e madhe. Ishte ai momenti i problemit me drejtësinë në Kosovë apo jo? S'kishte të bënte me atë. Është për fat. Nuk e di unë. Unë shumë gjova, s'di gjë. S'ka pas. Meriton po thoja që është përfolur që janë prerë disa pjesë nga filmi, disa pjesë erotike, është e vërtet?
Nuk e di. S'kan qenë skenat e Ti tua. vetë ke bërë skena erotike? Nuk e di. Tani keni me po filmin, kemi shkëmby edhe diçka interesante, e cila është po dhe publike, ka qenë një fotografi. Puthja virale. A puthte mirë Eriola? Tani, qift nuk jeni qift. Jeni qift me Riolën apo jo? Në skenë mishrohesh edhe deshe duhet me puth mirë. Keni bërë disa dubla, apo me puthjen e parë bët mirë? Me disa herë. Me disa. Po Eriola për shembull të tha ty si puthje tia ishte një puthës i mirë? Nuk jam i zhgënjyshëm, unë asë një herë puthjes. Tani me gjeni të puthja dhe të zhgënjimet, a ke dëgjuar deklaratën që një ish i joti ka bërë publikisht për IQ-n tënde? Që ke IQ më të vogël? Isha se ju mbosh. Ajo që e kemi publike, Ajo Ilnisa, e kemi pas të ftuar në emision. E showbizit, ja, nuk jam duke i për cilë medje, vjen keq. Okej. Nuk vjen keq. Në rregull, projekti i ardhshëm në vijim? Tani do filloj emisionin, do startoj prap, i ftuar. Bra! Por është javëlla ekskluzive është Geti. Me vërtet. Po, Getoari, pastaj vazhdon me të tjerë dhe ka me pas goxha interesante. Unë një ëndër kam, ta mbyllim këtë intervistë me hapjen e intervistave dhe këngëve të tua. Bra! Bra! 1, 2, 3! Bra! Jemi këtu me Eriola Docin. Eriola, moderatore, producente. Si lindi ideja e filmit? Aktore tani më, si lindi ideja e filmit ADN? Gjithmonë njeriu ka ca ëndra në sirtar që kur ka qenë fëmijë dhe të jem e sinqert, unë e kam thënë shpesh herë për te modestisë, nëse dal dhe këndoj, e di që do thyen xhamat e shofis. Nuk kam zë, por mendoj që aktorimi është diçka që e kam shpirtin brenda për ta bërë. Edhe lindi rastësisht për cilë një ëndër shumë të madhe. Ndërkohë si ishte eksperienca për gjatë xhirimeve të filmit? Keni pasur probleme gjatë xhirimeve që vinin dhe në pikpyetje filmin vet? Problemet kanë qenë deri para një ore. Problemet? Teknike, syri, shumë probleme, por unë mendoj kur një det është me shumë dallg, gjithmonë rezultati është më i bukur dhe më i fortë. Nëse mund na zbulosh pak nga roli jot në këtë film? Unë jam një vajzë, ajo që kam dashur, ka qenë gjithmonë që të vija ndryshe, pra unë nuk jam personazhi si që jam sot, por një gocë nga fshati që nuk di të ecë, nuk njoh Tiranën, nuk njoh jetën e luksit dhe rritur në varfëri. Pra, një pjesë të Hanës, si quhet edhe personazhi im, e di që çdo njeri që ja ka dalë nga zero ja të ngrihet vet, e ka brenda tij. Kështu që e trishta e personazhit tim është që pëson dramën më të madhe nga familja e saj. Keni pasur një puthje virale me Meritonin. Tani, si ishte Meritoni si puthës? Puthja ishte e mirë, kishte si aktor. Pastaj, dëgjoj, kur jemi puthur me Meritonin, ka qenë diçka skenike dhe është përsëritur aq herë sa edhe po të kishte emocion, nuk e ke emocionin zhduket. Po ju me Meritoni keni pasur ato konfliktet tuaja, debatet në Big Brother. Si erdhi sheshimi i tyre, se nuk na mbirte mendja që do ishinin bashkë në një projekt. Pas videos virale, sidomos. Nga Rosak me buzë të shëmtuar arrim në një puthje skenike. Meritonin si unë si rike kemi shumë mik, edhe pavarësisht se si na shkoi në Big Brother, sepse njerëzit mund të mos mendojnë njësoj, por mund sjellin projekte të bukura. Sa e bukur ishte kjo. Në për portale unë kam dëgjuar që janë prerë disa skena erotike. Tani si është kjo historia e këtyre skenave? Rike ka thënë që kanë prerë shumë skena. Skenat janë prerë nga Rike. Skenat janë prerë nga Rikja dhe mund t'ju thotë Rikja. Se ke prerë skenat? Unë jam personazhi që ka bërë më shumë kat në këtë film, sepse unë pavarësisht rolit e gjithë, po dua të mirën e filmit, edhe nuk më pëlqenin disa skena dhe kur i kam parë në montazh kam thënë po duhet Mendon që ishte më shumë se sa duhet të tregoje në ato skena? Jo, nuk është ajo, thjesht për personazhin Dana
do ishte më mirë kështu siç ka dalë. Që të pritej. Dhe me qenë se është dhe Rike këtu, ne dyja jemi njohur në ekran dhe jam e lumtur që sot sjellim për te miqësisë edhe një projekt së bashku. Ju të dyja keni një Shpresoj që nuk është i fundit, shpresoj që të vinë projekte tjera. Po raportet me artistët e tjerë si kanë qenë, sepse ne e dim që ju të dyja keni një raport fantastik, me artistët e tjerë si kanë qenë. Të gjithë të mrekullueshëm. Dashamirës janë të Shumë gjithë. dashamirës na kanë ndihmuar dhe shumë në rol. Nëse me Meritoni ndonjëherë kapemi dhe me Detën, siç e keni parë edhe në vendin. Se gjithmonë është Meritoni, Është pak të razovaqsin aty. Po prapi kemi shumë gjan. Po gjithsesi si me Azemin, me Romirin, me Suela, me Ina Kolçak, Rudina Dembacaj. Rudina Dembacaj kemi një raport shumë të mirë dhe kanë qenë shumë ne kanë dhënë një ndihmë të madhe. Kanë qenë krah për ne sepse kanë edhe vite në skenë. Meritoni tha në një moment që ju desh të shkëputej për shkak të një problemi nga xhirimet e filmit. Dhe nuk dija do vazhdonte si ishte ai moment për ju. Ishte si t'ju binte pika apo jo? Ne aty na ra gjithë bota në kokë Meritoni ka lënë shëgjërimin. Por na kanë ndihmuar për rolin sepse në atë moment ne duhet të ishim shumë dramatike, duhet të ishim me lot në sy dhe gjërat ndodhin për një arsye, ai shqyr që e la skenën atë ditë sepse roli ka dalë fantastik. Po paktën u rikthye, kjo ka rëndësi. Po patjetër, ai nuk do i lente kur shoqet e veta në palë. Në një daljen tuaj të fundit ju keni deklaruar që Julian Deda ka thënë që keni krijuar një art dhe jo një limonad. Sa e vështirë është, sepse unë pa teatralin është fantastik, sa e vështirë është të krijosh një film nga zero, aq më tepër për herë të parë. Atëherë të jesh aktore është e vështirë, po të jesh producente është akoma më shumë e vështirë sepse ti duhet të merresh nga A-ja deri te Z-ja me gjithë gjërat, me gjithë problematikat të marrin ty në telefon. Pra ti nuk je vetëm një aktore, po të jesh producente, më besoni që është shumë e vështirë. Dhe kjo është problematike dhe me dy personazhe si unë e Rika që jemi shumë kërkuese dhe i rrim gjërave mbi kokë vetë. Dhe në momentin që ti i rri çdo detaj dhe çdo redaksie në kokë, patjetër që do gjesh gabime, por edhe e përmirëson edhe rezultati është ky që është. Absolutisht. Pyetja ime është pse pikërisht zhanri dram, pse jo një komedi, Po komedia pritej nga ne, kurse drama e di që nuk do e prisnim dhe komedi ka shumë në treg, ndërsa drama ka pastaj janë bërë shumë komedi dhe tham pse jo mos të bënte një dram. Edhe fabulën e kemi krijuar bashkë, Gjysmë Meriola dhe pastaj na ka ndihmuar Elona Juseni që është një vajzë shumë e talentuar që ka shkruar fabulën tonë. Tani me që kemi dy producentet këtu, unë dua të di kush është aktori që ka marrë më shumë para, që ju azbrati gjëra. Se jemi dhe një çik shqiptar, domethënë kështu, s'na lë pak. Meritoni më tha që ka marrë 0 lek. Po pse zbuloj këtë detaj ai? Tani Meritoni është Joni, kupton? E kemi shumë shokë. Po, miq kanë qenë. Tani në Shqipëri, këto doja në Shqipëri nuk flitet për rrogat dhe nëse tregojmë këto sekrete, nuk jemi profesionale. Sa bukur ishte kjo.